Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet për grupin e trafikut të kokainës nga Amerika Latina në Shqipëri, që u godit në muajin nëntor të vitit 2024. Hetimet u ndoqën nga prokurori i posaçëm Adnan Xholi, i cili zbuloi se ky grup kriminal trafikonte kokainë të fshirur në lëkurë gjedhësh dhe që vinte nga Amerika Latine nëpërmjet një kompanie që më pas ekstrakti i lëndës narkotike nxirej nëpërmjet kimikateve në një laborator në qerek të Fushkrujës dhe një tjetri në Kodrën e Diellit. Të dyshuarit për trafikun e drogës janë shtetasit Gejsullaj, Klajt Birce, Aldi Zonja, Artion Çausllari, Endi Sejdini, Ismail Abdurrahmani, Baki Huqi dhe 3 shtetas të huaj, 2 prej të cilëve nga Venezuela dhe një kolumbian. Prokuroria e posaçme ra në gjurmët e këtij grupi kriminal, pasi më herët u godit një tjetër laborator droge në Frakull të Fierit. Hetimet e SPAK zbuluan se nëpërmjet kompanisë Alb Lëkur, trafikantët sollën në 2 episode në shtator dhe në nëntor të vitit 2024 48 ton lëkur gjedhi, brenda të cilave dyshohet se kishte edhe kokainë. Gjatë kontrolleve në laboratorin në Qerek, në atë kohë, u gjetën 850 lëkurë të kriposura bagëtish, në brendësi të cilave ndodhej e vendosur edhe ekstrakti i kokainës. SPAK në atë kohë mundi të sekuestrojë 48 ton, rreth 850 lëkurë gjedhi, e importuar nga Amerika Latine në shtator dhe në nëntor të vitit 2024, 6.1 kg kokainë, 10 mijëra euro dhe 22 telefona celular, 2 laptop dhe 17 karta SIM.